Një miliarder sheh perandorinë e tij të shembet përballë një sulmi kibernetik të pakontrollueshëm. Por gjithçka duke e humbur, një vajzë e vogël 8 vjeçare hyn në dhomë me një laptop roz. Ajo që bën më pas ndryshon përgjithmonë fatin e të gjithëve të pranishëm aty. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet na ndiqni. Vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Dielli ende nuk kishte lindur plotësisht në Tiranë kur Genti Aliu mbërriti në zyrën e tij në katin e 32 të ndërtesës tregtare në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në moshën 35 vjeçare, ai konsiderohej një nga sipërmarrësit më premtues të vendit, pasi kishte ndërtuar nga e paratë Qalb, një kompani zgjidhjesh digjitale me vlerë 3 miliard lekë. Sytë e tij ngjyrë kafe, gjithmonë depërtues dhe të vendosur, sot mbanin një shqetësim që ai përpiqej ta fshihte pas qëndrimit të tij të sigurt. Kishte diçka të çuditshme në ajër. Ditët e fundit, parregullsi të vogla në sistemet e kompanisë i kishin tërhequr vëmendjen. Asgjë shumë domethënëse për dikë që nuk njihte çdo detaj të biznesit, por Genti e njihte kompaninë e tij si pëllëmbën e dorës. Çdo kod, çdo proces, çdo protokoll sigurie kishte kaluar nëpërmjet miratimit të tij personal. Duke ecur nëpër korridoret ende të zbrazta, Genti mendonte për rrugëtimin që e kishte sjell deri aty. Biri një familjeje të thjeshtë nga një fshat i vogël në malsitë e veriut, ai kishte mbërritur në kryeqytet me vetëm një valixhe dhe shumë ëndra. Kishte punuar si programues në disa kompani të vogla, kishte kursyer çdo qindark dhe, në moshën 28 vjeçare, vendosi të hapte biznesin e tij. Ishin 7 vite për kushtimi total, duke fjetur në zyrë, duke jetuar me sanduiç dhe kafe, por gjithmonë duke besuar se një ditë gjithçka do t'ia vlente. Dhe ja vleti. Te Qalb u rrit në mënyrë eksponenciale, duke ofruar zgjidhje teknologjike për korporata të mëdha, banka dhe madje edhe institucione qeveritare. Genti krenohej veçanërisht me sistemin e sigurisë digjitale që ekipi i tij kishte zhvilluar, i konsideruar si një nga më të avancuarit në Ballkan. Ishte ky sistem që mbronte të dhënat e miliona shqiptarëve. Kur hyri në zyrën e tij, Genti u prit nga Marina Dejda, asistentja dhe krahu i tij i djathtë prej 5 vitesh. Marina, një grua inteligjente dhe efikase 40 vjeçare, kishte një shikim të shqetësuar që i tërhoqi menjëherë vëmendjen. Mirëmëngjes, Genti. Duhet të flasim urgjentisht, tha Marina, zëri i saj mbarte një tension të pazakonur. Çfarë ka ndodhur? Pyeti Genti, duke ndier një të ftohtë në stomak. Gjatë natës, sistemet tona filluan të shfaqnin sjellje të çuditshme. Fillimisht menduam se ishte një mirëmbajtje e programuar që nuk ishte në oraret tona, por Rilindi dhe ekipi teknik zbuluan diçka shumë më serioze. Rilind Feri ishte shefi i departamentit të sigurisë digjitale të kompanisë, një ekspert i njohur në nivel kombëtar për kompetencën e tij. Nëse ai ishte i shqetësuar, kishte arsye të mjaftueshme për alarm. Genti ndoqi Marinën deri në dhomën teknike, ku gjeti Rilindin dhe ekipin e tij prej 10 ekspertësh duke punuar furishëm në kompjuterët e tyre. Ekranet shfaqnin kode komplekse, grafika aktiviteti dhe alarme të kuqe që pulsonin pa pushim. Genti, sa mirë që erdhe, tha Rilindi, pa i hequr syt nga ekrani. Po përballemi me diçka që nuk e kam parë kurrë më parë. Dikush ka arritur të depërtojë në sistemet tona të sigurisë dhe po e bën këtë në mënyrë jashtëzakonisht të sofistikuar. Si kështu? Sistemi ynë u zhvillua për të qenë i padepërtueshëm, u përgjigj Genti, duke ndjerë se bota po i shembej rreth tij. Pikërisht prandaj jam kaq i shqetësuar. Kushdo që po e bën këtë, njeh çdo rresht kodi që kemi zhvilluar. Është sikur të kenë një hartë të detajuar të gjithë arkitekturës son digjitale, shpjegoi Rilindi, duke kaluar duart nëpër flokë nga dëshpërimi. Në 2 orët e ardhshme, Genti vëzhgoi i pafuqishëm ndërsa kompania e tij po sulmohej sistematikisht. Hakerët jo vetëm që hynin në informacione konfidenciale, por gjithashtu filluan të transferonin burime financiare të kompanisë në llogari offshore. Ishte një sulm i koordinuar, i saktë dhe shkatërues. Kemi humbur tashmë 500 milion, informoi Kristina Mema, drejtoresha financiare e kompanisë, zëri i saj dridhej. Nëse nuk arrijmë ta ndalojmë këtë, do të falimentojmë brenda pak orësh. Genti ndihej sikur ishte në një makth. E gjithë puna e një jete po shkatërohej para syve të tij. Kompania që ai ndërtoi me aq shumë dashuri dhe përkushtim, që punsonte më shumë se 5000 njerëz, që mbante qindra familje, po shfarosej nga kriminal të padukshëm.
Kemi provuar të gjitha kundërmasat e mundshme, tha Rilindi. Por ata janë gjithmonë një hap përpara. Sikur e dinë saktësisht se çfarë do të bëjmë para se ta bëjmë. Ndërkohë, në bodrumin e së njëjtës ndërtesë, në një dhomë të vogël që shërbente si depo materialesh pastrimi, Josif Shkreli po mbaronte së organizuari pajisjet e tij për një ditë tjetër pune. Në moshën 50 vjeçare, Josifi ishte kryekujdestari i ndërtesës prej gati një dekade. Njeri i pak fjalëve, por me zemër të madhe, ai njihte çdo cep të asaj ndërtese dhe i trajtonte të gjithë qiramarrësit me të njëjtën dashamirësi dhe respekt. Josifi nuk ishte thjesht një kujdestar i zakonshëm. Megjithse kishte studiuar vetëm deri në arsimin fillor, ai zotëronte një inteligjencë praktike mbretëlënëse dhe një kuriozitet të natyrshëm për mënyrën se si funksiononin gjërat. Gjatë viteve të tij të punës në ndërtesë, ai kishte mësuar shumë për teknologjinë vetëm duke vëzhguar dhe duke u bërë pyetje teknikëve që frekuentonin vendin. Por pasioni i madh i Josifit nuk lidhej me punën e tij. Vajza e tij, Sofia, vetëm 8 vjeç, ishte qendra e universit të tij. Vajza kishte lindur me një inteligjencë të jashtëzakonshme që habiti madje edhe mjekët. Në moshën 2 vjeçare, ajo tashmë lexonte rrjedhshëm. Në moshën 5 vjeçare, zotëronte operacione komplekse matematikore. Dhe tani, në moshën 8 vjeçare, kishte një njohuri për kompjuterët dhe teknologjinë që linte pa fjalë të rriturit e specializuar. Sofia kishte mësuar të programonte vetë, duke përdorur vetëm një celular të vjetër që Josifi arriti ta blinte me ulje çmimi dhe internetin falas të ndërtesës ku punonte. Vajza kalonte orë të tëra duke studiuar tutoriale online, duke çmontuar pajisje të vjetra elektronike që gjente në plera dhe duke krijuar programe të vogla që zgjidhnin problemet e përditshme. Josifi e kishte ditur gjithmonë se vajza e tij ishte e veçantë, por kur nuk e kishte imagjinuar se sa e rëndësishme do të ishte kjo deri atë mëngjes. Duke u ngjitur për të bërë pastrimin e katëve të sipërme, Josifi vuri re një lëvizje të pazakontë në zyrën e Teçalb. Normalisht, në orën 9 të mëngjesit, ambienti ishte i qetë, me punonisit që mbërrinin gradualisht. Sot, megjithatë, kishte një agitacion të dukshëm përmes mureve të xhamit. Josifi e njihte personalisht Genti Aliun. Sipërmarrësi e përshëndeste gjithmonë me edukat dhe, në disa raste, kishte biseduar me të për familjen. Genti dinte për Sofian dhe gjithmonë tregonte interes të sinqert kur Josifi fliste për talentet e vajzës. Duke u afruar fshehurazi për të rregulluar vazot e luleve pranë hyrjes së kompanisë, Josifi arriti të dëgjonte fragmente të bisedës që po zhvillohej në dhomën teknike. Humbëm edhe 200 milion, thoshte një zë femëror në panik. Sistemet janë kompromentuar plotësisht, bërtiste një zë tjetër. Është e pamundur të gjurmohet origjina e sulmit, plotësonte një person i tretë. Josifi ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Edhe me njohurit e tij të kufizuara për teknologjinë, ai kuptonte se diçka shumë serioze po ndodhte. Genti, i cili kishte qenë gjithmonë i sjellshëm me të, po kalonte një krizë të tmerrshme. Në atë moment, një ide e çmendur i kaloi në përmend Josifit. Po sikur Sofia të mund të ndihmonte? Vajza gjithmonë thoshte se sistemet e sigurisë që shiten në televizion kishin të meta të dukshme. Ajo shpesh komentonte se si do t'i zgjidhte problemet teknologjike që shiten në filma apo lajme. Josifi e dinte se ishte një çmenduri. Si mund të zgjidhte një fëmijë 8 vjeçar një problem që ekspertët e diplomuar në universitete të famshme nuk mund ta zgjidhnin? Por ai gjithashtu e njihte vajzën e tij. Njihte mënyrën se si sytë e saj shkëlqenin kur fliste për kode dhe sisteme. Njihte lehtësinë me të cilën ajo zgjidhte enigma digjitale që i linin të hutuar të rriturit. Duke marrë celularin e tij, Josifi telefonoi në shtëpi. Në anën tjetër të linjës, zëri i ëmbël i Sofias u përgjigj menjëherë. Babi, si është puna sot? Bia ime duhet të bëj një pyetje të çuditshme. Ti po studioje për sistemet e sigurisë digjitale mbrëm, apo jo? Po, babi. Gjeta disa video shumë interesante për kriptografinë e avancuar dhe mbrojtjen nga sulmet. Pse po pyet? Josifi mori frym thellë. E dinte se ishte gati të merrte një vendim që mund t'ua ndryshonte jetën përgjithmonë. Sofia, a e mban mend zotin Genti, sipërmarrësin që punon këtu në ndërtesë? Ai që pyet gjithmonë për ty? Po, e mbaj mend. Ti gjithmonë thua se ai është shumë i edukuar dhe i sjellshëm. Pikërisht, bija ime. Unë mendoj se ai po kalon një problem shumë serioz.
Lloji i problemit që ti studion në videot e tua. A do të doje të provoje të ndihmoje? Në anën tjetër të linjës, Sofia heshti për disa sekonda. Josifi pothuajse mund të dëgjonte mendimet e vajzës duke u organizuar, duke vlerësuar situatën me pjekurinë që e karakterizonte gjithmonë. Babi, nëse dikush po i sulmon sistemin, mund të jetë shumë e komplikuar. Por po, do të doja të provoja të ndihmoja. A mund ta marr laptopin tim? Po, bija ime. Por vetëm nëse je e sigurt. Është diçka shumë serioze dhe nuk dua që të ndihesh në presion. Babi, kur kemi një talent, duhet ta përdorim për të ndihmuar njerëzit. Mami gjithmonë ma ka mësuar këtë. Unë po vi aty tani. Josifi e mbylli telefonin me sy të përlotur. Gruaja e tij, Fiona, ishte në shtëpi duke kaluar një periudhë të vështirë për shkak të lupusit që kishte zbuluar vitin e kaluar. Sëmundja i kishte kufizuar aftësinë për të punuar, duke rritur edhe më shumë përgjegjësinë financiare mbi supet e Josifit. Por, edhe mes vështirësive, Fiona kur nuk kishte pushuar se inkurajuari Sofian të përdorte talentet e saj për të mirë. 30 minuta më vonë, Sofia mbërriti në ndërtesë duke mbajtur çantën e saj roz dhe laptopin që Josifi kishte arritur t'ia blinte me shumë sakrifica. Vajza, e vogël për moshën e saj, kishte flokë ngjyrë kafe të lidhur në 2 gërsheta dhe sy që shkëlqenin me një inteligjencë pothuajse të rritur. Babi, ku është problemi? Pyeti Sofia, me natyrshmërinë e dikujt që është mësuar të zgjidhë enigma komplekse. Josifi e çoi atë në katin e Teçalb, ku lëvizja ishte shtuar edhe më shumë. Përmes mureve të xhamit mund të shiheshin dhjetëra njerëz duke punuar dëshpërimisht, telefonat që binin pa pushim dhe Genti që ecte sa andej këtej me duart në kokë. Sofia, a je e sigurt se do ta provosh këtë? Janë njerëz shumë të shkolluar që po punojnë për këtë problem. Sofia shikoi baban e saj me seriozitetin e një të rriture dhe u përgjigj, babi, ndonjëherë zgjidhja nuk është ajo që kemi mësuar në shkollë. Ndonjëherë është mënyra e ndryshme e të parit të gjërave. Josifi mori frymë thellë dhe ju drejtua recepcionit të Teçalb. Recepcionistja, Ana, e njihte mirë dhe u habit kur e pa të shoqëruar nga një fëmijë gjatë orarit të punës. Josif, sot nuk është ditë e mirë për vizita. Po përballemi me një krizë shumë serioze këtu në kompani. Ana, e di që do të duket e çuditshme, por vajza ime Sofia kupton shumë nga kompjuterët. Ajo do të donte të fliste me zotin Genti për problemin që po hasni. Ana e shikoi Sofian me një buzëqeshje përballëse. Sa e lezetshme, Josif. Por sot me të vërtetë nuk është dita për. Ju lutem, e ndërpreu Sofia me zërin e saj të butë por të vendosur. E di që jam fëmijë, por unë kuptoj nga sistemet e sigurisë. Nëse dikush po i sulmon kompjuteret e zotit Genti, ndoshta unë mund të ndihmoj. Kishte diçka në mënyrën se si fliste Sofia, një besim i qetë që nuk i shkonte për 7 moshës së saj, që e bëri Anën të hezitonte. Në atë moment, Marina u shfaq në recepcion, dukshëm e stresuar. Ana, duhet të therasim më shumë ekspert. Kemi humbur tashmë 1,5 miliard, tha Marina, pa vënë re praninë e Josifit dhe Sofias. Zonja Marina, tha Josifi me ndrojtje. Më falni që ju shqetësoj në një moment të tillë, por vajza ime Sofia do të donte të bisedonte me zotin Genti. Ajo kupton shumë nga kompjuterët. Marina e shikoi Sofian me një shprehje mes dëshpërimit dhe mosbesimit. Në çdo situatë tjetër, ajo do ta kishte refuzuar me edukat vizitën. Por ata tashmë kishin provuar gjithçka. Kishin thirrur ekspertët më të mirë të vendit. Kishin kontaktuar kompani ndërkombëtare sigurie. Asgjë nuk kishte funksionuar. Josif, me gjithë respektin, po përballemi me një situatë shumë komplekse. Nuk është diçka që. Zonja Marina, e ndërpreu Sofia përsëri, zotëria po humbet para sepse dikush ka gjetur një derë të pasme në sistemet tuaja. Nëse unë do të mund t'i hidhja një sy, ndoshta do të arrija të identifikoja se ku është kjo derë. Marina qëndroi disa sekonda duke e parë vajzën. Kishte diçka në sigurinë me të cilën Sofia fliste për teknologjinë që e intrigonte. Përveç kësaj, ata me të vërtetë nuk kishin më asgjë për të humbur. Genti do të më vras për këtë, murmuriti Marina me vete. Pastaj e shikoi Sofian dhe tha, në rregull. Ke 5 minuta për të biseduar me të. Por duhet të kuptosh se jemi në një situatë shumë serioze.
Sofia buzëqeshi dhe ndoqi Marinën deri në dhomën teknike, duke mbajtur laptopin e saj roz sikur të ishte gjëja më e natyrshme në botë. Josifi e shoqëroi, zemra i rrite me shpejtësi mes krenarisë dhe nervozizmit. Kur hyn në dhomën teknike, të gjitha bisedat pushuan. Genti, Rilindi dhe i gjithë ekipi shikuan me habi vajzën që sapo kishte hyrë në ambientin e tyre të krizës. Genti, tha Marina me hezitim, kjo është Sofia, vajza e Josifit. Ajo do të donte të ndihmonte me problemin që po përballemi. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Rilindi ishte i pari që reagoi, zëri i tij i ngarkuar me mosbesim. Marina, me gjithë respektin, po përballemi me sulmin kibernetik më të sofistikuar në historinë e kompanisë. Nuk është momenti për shaka. Genti, megjithatë, ju afrua Sofias me një shikim tjetër. Ai kujtonte bisedat që kishte pasur me Josifin për vajzën. Kujtonte veçanërisht një rast kur Josifi kishte përmendur se Sofia kishte rregulluar sistemin e zërit të ndërtesës vetëm duke parë telat. Sofia, tha Genti, duke ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e vajzës, babaju gjithmonë thotë se ti je shumë e zgjuar me kompjuteret. Por ajo me të cilën po përballemi këtu është shumë e komplikuar. Sofia shikoi përreth dhomës, duke vëzhguar ekranet plot kode, fytyrat e dëshpëruara të ekspertëve dhe atmosferën e kaosit që dominonte ambientin. Pastaj hapi laptopin e saj roz dhe tha me qetësinë e dikujt që ishte mësuar të zgjidhte probleme komplekse. Zoti Genti, a mund t'i hedh një sy asaj që po ndodh? Ju premtoj se nuk do të pengoj asgjë. Genti shikoi Rilindin, i cili tundi kokën negativisht. Shikoi Marinën, e cila ngriti supet. Shikoi Josifin, sytë e të cilit shkëlqenin me një përzierje shprese dhe ankthi. Në atë moment, Genti mori një vendim që do t'ua ndryshonte jetën përgjithmonë. Ndoshta ishte dëshpërim. Ndoshta ishte intuit. Ose ndoshta ishte thjesht besimi se ndonjëherë përgjigjet vijnë nga vendet më të papritura. Në rregull, Sofia. Mund t'i hedhësh një sy. Por duhet të premtosh se do të kesh shumë kujdes. Sofia buzëqeshi, lidhi laptopin e saj me rrjetin e kompanisë dhe filloi të shtypte. Gishtat e saj të vegjël lëviznin nëpër tastier me një shpejtësi dhe saktësi që i la të gjithë të pranishmit pa fjalë. Brenda pak minutash, ajo kishte hyrë në sistemet e kompanisë dhe po analizonte regjistrat e sigurisë. Interesante, murmuriti Sofia, sytë e saj të ngulitur në ekran. Ata po përdorin një teknik për të cilën lexova mbrëm. Është një sulm polimorfik me 3 shtresa kriptografie. Rilindi ju afrua vajzës, shpreha e tij ndryshoi nga mosbesimi në interes. Si kështu 3 shtresa? Ata kanë krijuar një kod që modifikohet vazhdimisht, shpjegoi Sofia, pa i hequr syt nga ekrani. Prandaj ju nuk mund ta gjurmoni. Sa herë që mendoni se e keni gjetur problemin, ai tashmë është shndërruar në diçka tjetër. Kjo është e pamundur, tha një nga teknikët. Sistemet tona do ta zbulonin këtë lloj aktiviteti. Sofia më në fund i ngriti syt nga ekrani dhe e shikoi teknikun me durimin e një mësueseje që i shpjegon diçka të qartë një nxënësi. Nuk do ta zbulonin nëse ata do të përdornin vetë sistemin tuaj të sigurisë kundër jush. Është si të përdorësh bravën e shtëpisë për të hapur derën në vend që ta thyesh atë. Genti ndjeu një të ftohtë në shpinë. Nëse Sofia kishte të drejtë, kjo do të thoshte se dikush me akses të brendshëm në sisteme ishte i përfshirë në sulm. Do të thoshte tradhti. Do të thoshte se Teçalb nuk po sulmohej vetëm nga jashtë, por po sabotohej nga brenda. Sofia, tha Genti me zë të tensionuar, a je e sigurt për atë që po thua? Vajza u kthye përsëri te ekrani, gishtat e saj punonin me shpejtësi. Pas disa minutash, ajo tregoi një sekuencë kodësh që u shfaq në monitor. Shikoni këtu. Ky kod po ekzekutohet me privilegje administrative. Por shikoni orën kur është krijuar. Sofia tregoi një rresht specifik. 3:15 e mëngjesit. Dikush ka krijuar një derë sekrete në sistem gjatë natës dhe po e përdor atë për të bërë gjithë këtë. Rilindi u afrua dhe ekzaminoi ekranin. Shpreha e tij ndryshoi gradualisht nga skepticizmi në tronditje dhe pastaj në admirim. O Zot, përshpëriti ai. Ajo ka të drejtë. Si nuk e pam këtë? Sepse ju po e kërkonit problemin nga jashtë, shpjegoi Sofia. Por problemi është nga brenda. Genti ndihej sikur toka po i shembej nën këmbë.
Nëse kishte një tradhtar në kompaninë e tij, kjo e bënte situatën edhe më të rëndë. Por në të njëjtën kohë, për herë të parë pas disa orësh, ai ndiu një shkëndijë shprehse. Sofia kishte arritur të identifikonte në 15 minuta atë që ekipi i tij i ekspertëve nuk e kishte arritur në orë të tëra pune. Sofia, tha agenti, zëri i tij i ngarkuar me emocion, a mund të na ndihmosh ta ndalojmë këtë? Vajza e shikoi me sytë e saj të ndritshëm dhe buzëqeshi. Mund të provoj, zoti Genti. Por do të jetë si një lojë shahu shumë e komplikuar. Me çdo lëvizje që do të bëjmë ne, ata do të përpiqen të kundërsulmojnë. Në atë moment, të gjithë në dhomë kuptuan se ishin përballë diçkaje të jashtëzakonshme. Një vajzë 8 vjeçare, bija e një kujdestari, sapo kishte ndryshuar plotësisht rrjedhën e një krize që kërcënonte të shkatëronte një nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë në vend. Genti shikoi Josifin, i cili ishte mbështetur në mur me sy të përlotur nga emocioni. Shikoi Sofian, e cila priste përgjigjen e tij me seriozitetin e një profesionisteje me përvojë. Shikoi ekipin e tij, i cili për herë të parë pas disa orësh dukej se kishte shpresë në sy. Atëherë le ta luajmë këtë shah, tha agenti, duke u ulur pranë Sofias. Më ke mua si partnerin tënd. Dhe kështu filloi betejë më e rëndësishme e jetës së Genti Aliut, me një heroin të pamundur 8 vjeçare që drejtonte luftën për të shpëtuar gjithçka që ai kishte ndërtuar gjatë një jete të tërë. Orët në vijim ishin më të tensionuarat në historinë e Teçalb. Genti vëzhgonte i magjepsur ndërsa Sofia punonte në laptopin e saj roz, gishtat e saj të vegjël kërcenin nëpër tastier me një shkaftësi që sfidonte çdo logjik. Vajza e kishte shndërruar dhomën teknike në fushëbetejën e saj digjitale, dhe për herë të parë që kur kishte filluar kriza, Genti ndjente se kishte një shans real për të shpëtuar kompaninë e tij. Sapo e kuptuan se e zbuluam derën sekrete, njoftoi Sofia, pa i hequr syt nga ekrani. Tani do të përpiqen të fshin të gjitha provat para se të mund t'i gjurmojmë plotësisht. Rilindi, i cili fillimisht kishte dyshuar në aftësitë e vajzës, tani ishte plotësisht i përqendruar në çdo fjalë që ajo thoshte. Çfarë duhet të bëjmë? Duhet të jemi më të shpejtë se ata, u përgjigj Sofia me një qetësi mbreslënëse. Zoti Genti, a mund t'i përdor kompjuterët e ekipit tuaj? Do të më duhet më shumë fuqi përpunuese për atë që do të bëj. Genti tundi kokën në shenjë pohimi dhe, brenda pak minutash, Sofia kishte lidhur laptopin e saj me 3 stacione të ndryshme pune. Ajo që bëri më pas i la pa fjalë edhe ekspertët më me përvojë të kompanisë. Sofia jo vetëm që gjurmoi kodin keqtashës, por krijoi një lloj kurthi digjital. Është si të vendosësh një pasqyrë para tyre, shpjegoi ajo. Ata do të mendojnë se po sulmojnë sistemet tona, por në të vërtetë do të sulmojnë një kopje false që kam krijuar unë. Ndërkohë, unë mund të gjurmoj saktësisht se nga vjen sulmi. Kjo është geniale, murmuriti Kristina, drejtoresha financiare, e cila i ishte bashkuar grupit në dhomën teknike. Sofia, ku e ke mësuar këtë? Vajza buzëqeshi me ndrojtje. Në internet. Ka shumë video që mësojnë për sigurinë digjitale. Gjithmonë kam menduar se do të ishte bukur të dija si t'i mbroja njerëzit nga banditët virtual. Josifi, i cili qëndronte në këmbë pranë murit, ndjente gjoksin t'i fryej nga krenaria. Vajza e tij jo vetëm që po zgjidhte një problem që do të kushtonte miliarda lekë, por po e bënte këtë me përullsinë dhe thjeshtësinë që ai dhe Fiona ishin përpjekur gjithmonë t'ia mësonin. Gjatë 2 orëve të ardhshme, Sofia punoi pa u lodhur. Ajo jo vetëm që arriti të gjurmonte origjinën e sulmit, por gjithashtu filloi të rikuperonte paratë që ishin transferuar ilegalisht. Çdo transakcion i rikuperuar festoi në heshtje nga ekipi, i cili filloi të besonte se ndoshta gjithçka nuk ishte e humbur. Sofia, tha Genti, duke ju afruar vajzës që dukej e lodhur pas orësh të tëra përqendrimi intensiv, a do të bësh një pushim? Mund të kërkoj të sjellin një meze të lehtë ose diçka për të pirë. Mund të jetë, zoti Genti. Por duhet ta mbaroj këtë shpejt. Ata po përpiqen të bëjnë një transferim të fundit shumë të madh. Nëse ja dalin, do të jetë shumë e vështirë t'i rikuperojmë ato para. Ndërsa Genti doli për të kërkuar që dikush të siguronte një meze për Sofian, Josifi ju afrua së bijës. Si po ndihesh, bija ime? Jam mirë, babi. Është si të zgjidhësh një enigmë gjigante. Është e vështirë, por është edhe argëtuese. Sofia e shikoi të atin me sytë e saj të ndritshëm. Babi, zoti Genti është një person shumë i mirë. Duket qartë se ai shqetësohet vërtet për njerëzit që punojnë këtu.
Josifi buzëqeshi. Vajza e tij kishte pasur gjithmonë një aftësi mbresëlënëse për të lexuar njerëzit, për të perceptuar qëllimet e tyre të vërteta përtej paraqitjeve. Kur Genti u kthye me sanduiç dhe lëngje, solli me vete një shprehje të shqetësuar. Sofia, duhet të them diçka. Ekipi im zbuloi se sulmi po vjen nga brenda vetë kompanisë. Kjo do të thotë se dikush të cilit i besoja është pas gjithë kësaj. Sofia ndaloi së shtypuri dhe e shikoi Gentin me një pjekuri që nuk i shkonte për 7 moshës së saj. Zoti Genti, ndonjëherë njerëzit bëjnë gjëra të këqija për arsye që ata mendojnë se janë të mira. Ose ndonjëherë ata detyrohen të bëjnë gjëra të këqija sepse dikush po kërcënon diçka që ata e duan. Genti mbeti i impresionuar nga mençuria e atij vëzhgimi. Ti mendon se kushdo që po e bën këtë mund të jetë duke u kërcënuar? Nuk e di, zoti Genti. Por kur ta gjej këtë person, ndoshta mund të flasim me të para se të bëjmë ndonjë gjë. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, në apartamentin e vogël ku Josifi jetonte me familjen e tij në lagjen Tirana e Re, Fiona shkreli vëzhgonte nga dritarja fëmijët që luanin në oborrin e pallatit. Në moshën 38 vjeçare, Fiona ende ruante bukurinë që e kishte pushtuar Josifin gati 2 dekada më parë, por lupusi kishte lënë shenja të dukshme në fytyrën dhe trupin e saj. Fiona ishte e shqetësuar. Josifi kishte telefonuar më herët duke i shpjeguar se Sofia po ndihmonte me një problem në kompaninë ku ai punonte, por ajo e njihte burrin e saj mjaftueshëm për të kuptuar se ai po fshinte diçka. Josifi bëhej nervoz në atë mënyrë vetëm kur situata ishte vërtet serioze. E ulur në karrigen e saj të preferuar, Fiona shfletonte një fletore ku Sofia shkruante shpikjet e saj. Vajza gjithmonë kishte pasur zakon të vizatonte dhe të përshkruante zgjidhjet teknologjike që krijonte, nga programe të vogla deri te ide për sisteme të mëdha. Fiona nuk kuptonte shumë nga teknologjia, por e dinte se vajza e saj ishte e veçantë. Lupusi ishte zbuluar vitin e kaluar, pas muajsh simptomash që mjekët nuk arrinin t'i shpjegonin. Sëmundja e kishte detyruar Fionën të linte punën e saj si mësuese kopshti, një profesion që e donte dhe që mezi i paguante faturat, por që i sillte një kënaqësi të madhe personale. Tani, Josifi punonte 2 fish për të mbajtur familjen dhe për të paguar trajtimet mjekësore që shërbimi shëndetësor publik nuk i mbulonte plotësisht. Fiona gjithmonë ishte shqetësuar se vështirësitë financiare të familjes mund të ndikonin në zhvillimin e Sofias. Vajza meritonte të kishte qasje në burimet më të mira arsimore, në kompjuteret më të mirë, në mundësitë më të mira. Por ata thjesht nuk kishin mundësi t'ia ofronin këtë. Telefoni ra, duke e nxjerrë Fionën nga mendimet e saj. Në anën tjetër të linjës, zëri i Josifit tingëllonte i çuditshëm, një përzierje nervozizmi dhe entuziazmi. Fiona, nuk do ta besosh çfarë po ndodh këtu. Josif, po më shqetëson. Sofia është mirë? Ajo është shkëlqyeshëm, dashuri. Më mirë se shkëlqyeshëm. Fiona, vajza jon po shpëton një kompani miliarda lekëshe. Fiona heshti për disa sekonda, duke përpunuar atë që kishte dëgjuar. Josif, apo flet seriozisht? Plotësisht seriozisht. Kompania e zotit Genti po sulmohej nga hakerët dhe Sofia arriti të zbulonte si ta ndalonte sulmin. Ajo është këtu prej orësh, duke punuar me një ekip ekspertësh, dhe të gjithë janë të impresionuar me të. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Fionës. Nuk ishin lot trishtimi, por krenaria amtare aq intensive sa dukej se nuk I zinte gjoksi. Josif, a je I sigurt se ajo është e sigurt? Ky lloj situate nuk është shumë I rrezikshëm. Fiona, duhet ta shije vajzën tonë. Ajo po e komandon situatën sikur të ishte një profesioniste me 20 vjet përvojë. Dhe zoti Genti po e trajton me aq shumë respekt dhe dashuri. Mendoj se jeta jon është gati të ndryshojë, dashuri. Pasi e mbylli telefonin, Fiona qëndroi një kohë të gjatë duke parë nga dritarja, duke reflektuar mbi fatin e jashtëzakonshëm që dukej se po vizatohej për familjen e saj. Ajo gjithmonë e kishte ditur se Sofia ishte e veçantë, por kur nuk e kishte imagjinuar se vajza e saj mund të kishte një ndikim kaq të rëndësishëm në botë që në moshën 8 vjeçare. Kthyer te qalb, Sofia kishte arritur jo vetëm të gjurmonte origjinën e sulmit, por edhe të identifikonte saktësisht se kush ishte përgjegjës. Ajo që zbuloi e la Gentin thellësisht të tronditur. Zoti Genti, tha Sofia butësisht, e gjeta se kush po e bën këtë. Por mendoj se duhet të uleni para se t'ju tregoj. Genti u rehatua në një karrige aty pranë, duke u përgatitur për një tjetër zbulim shkatërues.
Mund të flasësh, Sofia. Është zoti Eduard Marku, partneri juaj. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Eduard Marku ishte më shumë se partneri i Gentit në Teçalb, ishte miku i tij më i mirë që nga fakulteti, kumbari dasmës, personi të cilit Genti i besonte më shumë në të gjithë botën. Sofia, tha Genti me zë të dridhur, a je absolutisht e sigurt për këtë? Po, zoti Genti. Shikoni këtu. Sofia tregoi ekranin. Të gjitha komandat keqtashëse po dërgohen nga kompjuteri i tij personal, duke përdorur fjalëkalimet e tij të administratorit. Nuk ka si të jetë dikush tjetër. Rilindi ju afrua ekranit dhe konfirmoi analizën e Sofias. Genti, më vjen keq, por ajo ka të drejtë. Të gjitha regjistrat tregojnë për Eduardin. Genti u ngrit nga karrigia dhe filloi të ecte nëpër dhomë, duke kaluar duart nëpër flokë. Eduardi kishte qenë partneri i tij që nga fillimi i kompanisë. Kishin ndërruar së bashku, kishin punuar së bashku, kishin ndërtuar gjithçka së bashku. Pse Eduardi do të bënte një gjë të tillë? Zoti Genti, tha Sofia me butësi, a doni që unë të përpiqem të flas me të së pari? Ndonjëherë njerëzit bëjnë gjëra për të cilat pendohen më vonë. Genti e shikoi vajzën me admirim. Edhe mes një tradhtie kaq të dhimbshme, Sofia ende tregonte dëmshuri dhe mençuri. Sofia, Eduardi është një person i rritur me probleme të rriturish. Nuk është e drejtë të fus ty në mes të kësaj. Por zoti Genti, nëse nuk provoj, si do ta dim pse e bëri këtë? Po sikur dikush ta ketë detyruar? Po sikur ai të ketë ndonjë problem shumë serioz dhe nuk dinte kujt t'i kërkonte ndihmë? Josifi ju afrua grupit. Zoti Genti, me gjithë respektin, vajza ime ka të drejtë. Nëse zoti Eduard është me të vërtet miku juaj, ndoshta ja vlen të përpiqeni të kuptoni se çfarë po ndodh para se të merrni ndonjë vendim drastik. Genti reflektoi për disa minuta. Mençuria e thjeshtë e asaj familjeje po prekte pika që zemërimi dhe zhgënjimi i tij nuk e lejonin t'i shite. Ndoshta me të vërtet kishte diçka më shumë pas tradhtisë së Eduardit. Në rregull, tha Genti më në fund. Por unë do të jem i pranishëm në çdo bisedë që do të keni me të. Sofia buzëqeshi dhe u kthye të punonte në kompjuterin e saj. Brenda pak minutash, ajo kishte krijuar një kanal të sigurt komunikimi që do t'i lejonte të bisedonte drejt për drejt me Eduardin pa e ditur ai se ishte zbuluar. Gati, njoftoi Sofia. Tani mund t'i dërgoj një mesazh duke u shtirur si një nga hakerët. Do t'i them se duhet të flasim për punën dhe të shoh se cila është reagimi i tij. Mesazhi u dërgua dhe, brenda pak minutash, Eduardi u përgjigj. Ajo që ai shkroi habiti të gjithë. Ju lutem, mos e lëndoni vajzën time. Unë bëra gjithçka që kërkuat. Parat po transferohen siç ram dakord. Vetëm mos i bëni keq Izabelës për hir të Zotit. Genti ndjeu sikur e kishin goditur me grusht në stomak. Eduardi nuk po e tradhtonte kompaninë për lakmi apo ligësi. Ai po shantazhohej. Dikush po përdorte vajzën e tij 15 vjeçare si monedhë shkëmbimi. O Zot, përshpëriti Genti. Ata po kërcënojnë Izabelën. Sofia e shikoi Gentin me sytë e saj plot dëmshuri. E pat, zoti Genti? E dija se kishte diçka të çuditshme. Zoti Eduard duhet të jetë i dëshpëruar. Josifi ju afrua Gentit dhe i vuri dorën në shpatull. Zoti Genti, tani e dim se cili është problemi i vërtetë. Pyetja është, si do ta zgjidhim këtë? Genti shikoi përreth dhomës, duke parë ekipin e tij të ekspertëve që prisnin udhëzimet e tij, duke parë Josifin me mençurinë e tij të thjeshtë dhe vlerat e tij të forta, duke parë Sofian me inteligjencën e saj të jashtëzakonshme dhe zemrën e saj bujare. Për herë të parë në jetën e tij, Genti kuptoi se disa nga zgjidhjet më të rëndësishme nuk vinin nga diplomat apo përvoja profesionale, por nga mirësia, guximi dhe familja. Sofia, tha Genti, duke marrë një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e gjithçkaje, a mund të gjurmosh se ku po e mbajnë Izabelën? Vajza buzëqeshi me vendosmëri. Mund të provoj, zoti Genti. Por do të na duhet ndihma e zotit Eduard për këtë. Dhe do të duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Genti mori telefonin e tij dhe i ra Eduardit. Kur partneri dhe miku i tij më i mirë u përgjigj, Genti mund të dëgjonte dëshpërimin në zërin e tij. Genti, mund të shpjegoj gjithçka. E di që duhet të jesh i tërbuar, por të lutem, më jep një shans të shpjegohem.
Eduard, e di për Izabelën. E di që po shantazhohesh. Nuk po të telefonoj për të grindur me ty, po të telefonoj për të ndihmuar të shpëtosh vajzën tënde. Heshtja në anën tjetër të linjës u pasua nga një dënesë. Eduardi po qante. Genti, nuk dija që të bëja. Ata thanë se nëse i tregoja dikujt, nëse përfshija policin, ata do ta lëndonin Izabelën. Eduard, nuk je vetëm në këtë. Kemi një ekip këtu që mund të na ndihmojë. Në fakt, kemi një specialiste që tashmë ka arritur të gjurmojë një pjesë të operacionit të tyre. Eja këtu menjëherë. Do ta zgjidhim këtë së bashku. Kur Eduardi mbërriti në kompani 30 minuta më vonë, ai ishte dukshëm i tronditur. Sytë i ishin skuqur nga të qarat dhe duart i dridheshin. Genti e përqafoi me forcën e një vëllai, pa asnjë gjurmë zemërimi apo inati. Eduard, dua të prezantoj me njerëzit që do të na ndihmojnë të shpëtojmë Izabelën, tha Genti, duke e çuar mikun e tij në dhomën teknike. Kur Eduardi pa Josifin, e njohu menjëherë. Josif, më fal për atë që po ndodh. E di që kjo duhet të ndikojë në punën tënde. Josifi tundi kokën. Zoti Eduard, e rëndësishme tani është të shpëtojmë vajzën tuaj. Gjithçka tjetër e zgjidhim më vonë. Dhe kjo është Sofia, tha Genti, duke treguar vajzën që qëndronte e përqendruar në laptopin e saj. Ajo ishte ajo që zbuloi se çfarë po ndodhte dhe ajo që do të na ndihmojë të gjejmë Izabelën. Eduardi e shikoi Sofian me habi. Por ajo është vetëm një fëmijë. Sofia ngriti syt nga ekrani dhe e shikoi Eduardin me një seriozitet që binte ndesh me moshën e saj. Zoti Eduard, e di që duhet të jetë shumë e vështirë të më besoni. Por unë ju premtoj se do të bëj gjithçka që mundem për të gjetur vajzën tuaj. Eduardi u ul në gjunjë para Sofias, lotët i rridhnin lirshëm. Të lutem, më ndihmo të shpëtoj vajzën time. Ajo është gjithçka që kam në botë. Sofia kapi dorën e Eduardit me duart e saj të vogla. Do ta kthejmë atë, zoti Eduard. Unë premtoj. Në atë moment, të gjithë në dhomë kuptuan se po dëshmonin diçka shumë më të madhe se një krizë biznesi. Ata po shihnin një familje të thjeshtë, me vlera të forta dhe një talent të jashtëzakonshëm, duke e shndërruar një situatë dëshpërimi në një mision shpëtimi. Dhe Sofia, me vetëm 8 vjet, ishte gati të drejtonte operacionin më të rëndësishëm të jetës së saj, të shpëtonte një adoleshente të rrëmbyer dhe të shkatëronte një rrjet kriminalësh që kërcënonte gjithçka që ata njerëz donin. Betejë sapo kishte filluar, por tani ata kishin diçka që nuk e kishin më parë, shpresë, bashkim dhe një heroin të vogël të vendosur të përdorte talentet e saj për të mbrojtur njerëzit që donte. Genti shikoi përreth dhomës dhe kuptoi se kompania e tij, pasuria e tij, suksesi i tij profesional, asgjë nga këto nuk kishte aq rëndësi sa ajo që po ndodhte në atë moment. Ai po mësonte për vlerën e vërtetë të jetës përmes syve të një fëmije 8 vjeçar dhe mençurisë së një kujdestari që kuptonte se familja ishte pasuria më e çmuar që një person mund të kishte. Nata kishte rënë mbi Tiranë, por brenda te qalb dritat qëndronin të ndezura. Sofia kishte gati 12 orë që punonte pa ndalur, gishtat e saj të vegjël fluturonin nëpër tastier ndërsa gjurmonte pista digjitale që do të çonin te Izabela. Genti kishte dërguar për të marrë pica dhe pije freskuese, duke e shndërruar dhomën teknike në një qendër operacionesh të improvizuar. Gjeta diçka, njoftoi Sofia, zëri i saj tregonte lodhje për herë të parë gjatë ditës. Ata po e mbajnë Izabelën në një magazin në Ysberisht. Mund të shoh përmes kamerave të sigurisë së zonës se ka lëvizje të dyshimta atje. Eduardi ju afrua me shpejtësi ekranin. A mund të shohësh nëse ajo është mirë? Nëse është e lënduar? Sofia lëvizi disa kontrolle dhe arriti të hynte në një kamerë të brendshme të magazinës. Në ekran u shfaq imazhi i Izabelës, një adoleshente e bukur me flokë ngjyrë kafe, e ulur në një karrige. Ajo dukej e frikësuar, por nuk shfaqte shenja të dukshme plagësh. Ajo është mirë, zoti Eduard, tha Sofia butësisht. Por duhet ta nxjerrim prej andej shpejt. Nga kodet që po përgjoj, ata po planifikojnë ta lëvizin në një vend tjetër nesër në mëngjes. Genti mori telefonin. Do të thëras policin. Jo, bërtiti Eduardi, duke kapur krahun e Gentit. Ata thanë se nëse përfshinim autoritetet do ta zhduknin Izabelën. Nuk mund ta marr këtë rrezik. Sofia i shikoi të dy burrat dhe pastaj baban e saj. Zoti Genti, zoti Eduard, unë kam një ide.
por do të kërkoj shumë guxim nga ana juaj. Mund të flasësh, Sofia, tha agenti. Mund të krijoj një virus që do të rrëzoj të gjitha sistemet e tyre të komunikimit. Telefonat, internetin, gjithçka. Ata do të mbeten të verbër për afërsisht 1 orë. Kjo do të jepte kohë të mjaftueshme për të shpëtuar Izabelën dhe për t'u larguar para se ata të mund të reagonin. Rilindi, i cili kishte ndjekur të gjithë operacionin i magjepsur nga aftësia e Sofias, ju afrua grupit. Sofia, të krijosh një virus të tillë është jashtëzakonisht e rrezikshme. Nëse diçka shkon keq, mund të ndikojë në sisteme të tjera në zonë. Sofia e shikoi Rilindin me seriozitet. I di rreziqet, zoti Rilin. Por ndonjëherë duhet të rrezikojmë për të shpëtuar njerëzit që duam. Josifi ju afrua së bijës. Sofia, kjo nuk është shumë e rrezikshme për ty? Po sikur këta kriminal të zbulojnë se ishe ti që e bëre këtë? Babi, ata kur nuk do ta zbulojnë. Do ta bëj virusin të vetë shkatërohet pas 1 ore. Nuk do të lër asnjë gjurmë që mund të gjurmohet deri tek unë. Genti e shikoi Sofian me një përzierje admirimi dhe shqetësimi. Sofia, ti je vetëm 8 vjeç. Nuk është e drejtë të vendosësh gjithë këtë përgjegjësi mbi supet e tua. Zoti Genti, kur Zoti i jep një talent dikujt, është për ta përdorur për të mirë. Nëna ime gjithmonë ma ka mësuar këtë. Nëse mund të ndihmoj për të shpëtuar Izabelën, atëherë këtë do të bëj. Eduardi u ul në gjunjë para Sofias përsëri. Sofia, nëse ti e arrin këtë, unë do të jem borxhli jetën e vajzës sime. Nuk e di si do të mund të falenderoj. Nuk ka nevojë të më falenderoni, zoti Eduard. Vetëm duhet të premtoni se gjithmonë do të kujdeseni mirë për Izabelën dhe kur më nuk do të lini askënd ta përdor atë për të lënduar njerëz të tjerë. Ndërsa Sofia punonte për krijimin e virusit, Genti vendosi t'i telefononte Fionës. Ai ndjente se ishte e rëndësishme që ajo të dinte se çfarë po ndodhte me Sofian. Zonja Fiona, këtu Genti Aliu, nga ndërtesa ku punon Josifi. A mund të flas me ju një moment? Në anën tjetër të linjës, Fiona ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Çfarë ka ndodhur? Sofia është mirë? Ajo është shkëlqyeshëm, zonja Fiona. Në fakt, për këtë dua të flas. Vajza juaj është e jashtëzakonshme. Ajo shpëtoi kompaninë time dhe tani po ndihmon për të shpëtuar jetën e një adoleshenteje që u rrëmbye. Por doja që ju ta dinit se Sofia po e bën gjithë këtë me vullnetin e saj, sepse ka një zemër bujare dhe dëshiron të ndihmojë njerëzit. Fiona heshti për disa sekonda, duke përpunuar informacionet. Zoti Genti, po thoni se vajza ime është e përfshirë në një situatë rrëmbimi? Zonja Fiona, Sofia është e sigurt. Ajo është këtu me mua, me Josifin dhe me një ekip ekspertësh. Ajo po përdor talentet e saj për të ndihmuar policinë, dua të them, për të ndihmuar në zgjidhjen e situatës. Por doja që ju ta dinit se pas ditës së sotme, jeta juaj do të ndryshojë plotësisht. Si kështu, zoti Genti? Genti mori frym thellë. Zonja Fiona, Sofia shpëtoi një kompani prej 3 miliard lekësh. Ajo bëri diçka që asnjë ekspert në vend nuk do të mund ta bënte. Kjo do të thotë se ajo do të ketë mundësi që ju kur nuk i keni imagjinuar. Universitete, kompani, institute kërkimore, të gjithë do të duan të punojnë me të. Por doja të flisja me ju dhe me Josifin se si të sigurohemi që Sofia të vazhdoj të jetë fëmijë, të vazhdoj të ketë një familje të dashur dhe të strukturuar. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Fionës. Zoti Genti, unë gjithmonë e kam ditur se vajza ime ishte e veçantë. Por gjithashtu kam pasur gjithmonë frikë se bota do të donte ta përdorte atë në mënyrë të gabuar. Pikërisht prandaj po ju telefonoj, zonja Fiona. Unë dua të ndihmoj për ta mbrojtur Sofian. Dua të sigurohem që ajo të ketë qasje në burimet më të mira arsimore, por që gjithashtu të vazhdoj të jetë vajza e ëmbël dhe bujare që është. Pasi e mbylli telefonin, Genti reflektoi mbi bisedën. Ai po fillonte të kuptonte se përgjegjësia e tij ndaj Sofias dhe familjes së saj shkonte shumë përtej një mirënjohjeje të thjeshtë. Ai kishte fuqinë tua ndryshonte jetën dhe me këtë fuqi vinte një përgjegjësi e madhe. Kthyer te operacioni i shpëtimit, Sofia kishte mbaruar së krijuari virusin. Gati, njoftoi ajo. Por duhet të kuptoni se kur ta aktivizoj këtë, do të keni saktësisht 58 minuta për të arritur në magazin, për të shpëtuar Izabelën dhe për të dalë prej andej. Genti, Eduardi dhe Rilindi u pan me njëri tjetrin.
Sofia, ne nuk jemi polic apo agent special. Si do të bëjmë një shpëtim? Sofia buzëqeshi. Zoti Genti, ndonjëherë strategjia më e mirë është më e thjeshta. Ju do të shkoni atje duke u shtirur si klient. Unë do t'u dërgoj një mesazh të rrem kriminalëve, duke u shtirur si një nga kontaktet e tyre, duke caktuar një takim për të negociuar pagesën e shantazhit. Ndërsa ata do të jenë të hutuar me ju, zoti Eduard mund të lokalizojë Izabelën dhe ta nxjerrë prej andej. Po sikur të dyshojnë, pyeti Eduardi. Ata nuk do të dyshojnë sepse unë do t'ua rrëzoj sistemet saktësisht kur të arrini ju. Ata do të mendojnë se është rastësi dhe do të jenë më të shqetësuar për të rivendosur komunikimet se sa për t'ju hetuar ju. Josifi ju afrua grupit. Zoti Genti, me gjithë respektin, kjo është shumë e rrezikshme. Ndoshta është më mirë të therasim policin. Genti e shikoi Eduardin, i cili tundi kokën negativisht. Josif, e kuptoj shqetësimin tënd. Por Eduardi ka të drejtë. Nëse përfshim autoritetet tani, mund të jetë tepër vonë për Izabelën. Sofia e ruajti punën e saj dhe i shikoi të gjithë të pranishmit. Para se ta bëjmë këtë, dua të them diçka. E di që jam fëmijë dhe ju jeni të rritur, por dua që të premtoni se pasi ta zgjidhim këtë, do të përdorim të gjitha talentet dhe burimet tona për të ndihmuar fëmijë të tjerë që mund të jenë duke kaluar probleme të ngjashme. Genti u emocionua nga pjekuria dhe bujaria e Sofias. Sofia, unë premtoj. Do të krijojmë një fondacion për të ndihmuar fëmijët në situata rreziku. Dhe unë premtoj se do ta përdor kompaninë time për të krijuar programe edukimi teknologjik falas për fëmijët në nevojë, shtoi Eduardi. Dhe unë premtoj se do të jem gjithmonë këtu për të dhënë mbështetje dhe udhëzim për çdo fëmijë që ka nevojë, tha Josifi. Sofia buzëqeshi dhe shtypi butonin që aktivizoi virusin. Tani keni 58 minuta. Kujdesuni dhe sillni Izabelën përsëri. Ndërsa Genti, Eduardi dhe Rilindi u drejtuan për në ysberisht, Sofia qëndroi në kompani duke monitoruar operacionin përmes kamerave të sigurisë që arrinte të hynte. Josifi qëndroi pranë saj duke i mbajtur dorën e vogël dhe duke i ofruar gjithë mbështetjen emocionale që mundej. Babi, tha Sofia, a mendon se mami do të ishte krenare për mua? Sofia, nëna jote tashmë është personi më krenar në botë që të ka ty si bi. Dhe pas ditës së sotme, ajo do të ketë edhe më shumë arsye për t'u krenuar. Operacioni i shpëtimit u zhvillua saktësisht siç e kishte planifikuar Sofia. Kur Genti, Eduardi dhe Rilindi mbërritën në magazin, të gjitha sistemet e komunikimit të kriminalëve ishin jashtë funksionit. Banditët ishin të dëshpëruar duke u përpjekur të rivendosnin kontaktin me eprorët e tyre kur 3 burrat u prezantuan si klient të interesuar për të negociuar. Gjatë konfuzionit, Eduardi arriti të lokalizonte Izabelën dhe ta lironte atë, ndërsa Genti dhe Rilindi i mbajtën kriminalët të zënë me një negociat të rreme. Brenda 45 minutash, ata ishin përsëri në makina me Izabelën të sigurt. Kur mbërritën në Teçalb, Eduardi vrapoi për të përqafuar të bien, e cila qau nga lehtësimi në krahët e të atit. Babi, e dija që do të vije të më merje. Kur nuk dyshova. Genti vëzhgoi ribashkimin e emocionuar mes babait dhe bijës dhe ndiu një mirënjohje të pamas për Sofian. Patë, asgjë nga kjo nuk do të kishte qenë e mundur. Sofia, tha Genti, duke ju afruar vajzës që dukej e raskapitur, por e kënaqur, ti shpëtove jetën e Izabelës. Si mund të falënderoj? Nuk ka nevojë të më falënderoni, zoti Genti. Të shoh zotin Eduard dhe Izabelën përsëri bashk është falënderimi më i mirë që mund të kisha. Në atë moment, Izabela i u afrua Sofias. Pavarësisht diferencës në moshë, kishte një lidhje të menjëhershme mes dy vajzave. Sofia, babai im më tregoi se ti je vetëm 8 vjeç dhe se ishe ti që më shpëtove. Nuk di si të falënderoj. Sofia buzëqeshi me ndrojtje. Nuk bëra asgjë të madhe, Izabela. Vetëm përdora atë që di për të ndihmuar njerëzit që i dua. Izabela u ul në gjunjë para Sofias. Ti je personi më guximtar që njoh. Nëse ke nevojë për ndonjë gjë, gjithmonë mund të mbështetesh tek unë. Ndërsa vajzat bisedonin, Genti e thiri Josifin për një bisedë private. Josif, dua të flas me ty për të ardhmen e Sofias. Ajo ka një talent të jashtëzakonshëm që mund të hapë dyrë për mundësi të pabesueshme. Por gjithashtu e di se talente si ky mund të tërheqin njerëz që nuk kanë qëllime të mira. Josifi tundi kokën i shqetësuar.
Zoti Genti, ky është shqetësimi im më i madh. Nuk dua që vajza ime të shfrytëzohet apo të humbas pafajësinë e saj për shkak të talenteve të saj. Pikërisht prandaj dua t'ju ndihmoj. Dua të krijoj një fond arsimor për Sofian, të paguaj trajtimet e zonjës Fiona dhe të siguroj që familja juaj të ketë gjithë sigurinë dhe stabilitetin që meriton. Por dua ta bëj këtë në një mënyrë që ruan vlerat që ju ja keni mësuar Sofias. Josifi e shikoi Gentin me mirënjohje. Zoti Genti, unë gjithmonë i kam mësuar Sofias se jeta nuk është për atë që marrim, por për atë që japim. Nëse doni të na ndihmoni, vetëm kërkoj që të jetë në një mënyrë që i lejon Sofias të vazhdojë të ndihmojë njerëz të tjerë. Ky është qëllimi im, Josif. Dua që Sofia të ketë qasje në burimet më të mira arsimore, por gjithashtu dua që ajo t'i përdor këto burime për ta bërë botën një vend më të mirë. Në ditët që pasuan, historia e Sofias filloi të përhapet në mënyrë diskrete në botën teknologjike shqiptare. Genti kishte arritur ta mbante emrin e saj larg shtypit, por brenda komunitetit të ekspertëve të sigurisë digjitale, të gjithë flisnin për gjeniun e vogël që kishte shpëtuar një kompani miliarda lekësh. Universitetet të rëndësishme filluan të kontaktonin duke ofruar bursa studimi. Kompani teknologjike ofronin kontrata konsulence. Institute kërkimore donin të studionin aftësitë e Sofias. Genti dhe Josifi i filtronin me kujdes të gjitha këto oferta, duke zgjedhur vetëm ato që do të kontribuonin vërtet në zhvillimin e shëndetshëm të Sofias si person dhe si profesioniste. 3 javë pas shpëtimit të Izabelës, Genti thiri familjen Shkreli për një takim të veçantë në zyrën e tij. Fiona, e cila tani kishte qasje në trajtimet më të mira mjekësore falë mbështetjes së Gentit, ishte e pranishme së bashku me Josifin dhe Sofian. Ju thira këtu për të folur për të ardhmen, filloi Genti. Sofia, ti shpëtove kompaninë time, shpëtove Izabelën dhe tregove një pjekuri dhe bujari që nuk e shoh as të rriturit me 3 herë moshën tënde. Tani dua të bëj një propozim. Sofia i shikoi prindërit para se të përgjigjej. Çfarë lloj propozimi, zoti Genti? Dua të krijoj një institut teknologjie dhe edukimi që të mbaj emrin tënd. Instituti Sofia Shkreli. Do të jetë një vend ku fëmijët me talente të veçanta do të mund të zhvillojnë aftësitë e tyre, por gjithashtu ku të gjithë fëmijët do të kenë qasje në edukim teknologjik cilësor, pavarësisht nga origjina e tyre sociale. Sytë e Fionës u mbushën me lodh. Josifi i shtrëngoi dorën gruas me emocion. Por ka një kusht, vazhdoi Genti. Dua që ti të jesh drejtoresha teknologjike e institutit. Natyrisht, vetëm në një orar të pajtueshëm me studimet dhe jetën tënde si fëmijë. Do të kishe një ekip të rriturish për të mbështetur në gjithçka, por vendimet teknologjike më të rëndësishme do të kalonin përmes teje. Sofia i shikoi përsëri prindërit. Mami, babi, a mendoni se është një ide e mirë? Fiona u ul në gjunjë para së bijës. Bija ime, ti ke lindur për të bërë gjëra të mëdha. Nëse kjo është një mënyrë për të përdorur talentet e tua për të ndihmuar fëmijë të tjerë, atëherë mami të mbështet plotësisht. Josifi tundi kokën në shenjë pajtimi. Sofia, gjithmonë të kam mësuar se talentet tona janë dhurata që i marrim për t'i ndarë me botën. Nëse ti ndihesh e përgatitur për këtë përgjegjësi, babi do të jetë gjithmonë pranë teje për të mbështetur. Sofia buzëqeshi dhe e shikoi Gentin. Zoti Genti, unë pranoj. Por vetëm nëse ju premtoni se do të kujtojmë gjithmonë se gjëja më e rëndësishme nuk është sa i zgjuar është dikush, por sa i mirë është ai person. Genti i zgjati dorën Sofias. Premtuar, drejtoresh Sofia. Ndërsa ata shtrënguan duart, të gjithë në dhomë kuptuan se po dëshmonin lindjen e diçkaje shumë më të madhe se një institut arsimor. Ata po shihnin origjinën e një revolucioni në mënyrën se si shoqëria shqiptare trajtonte talentet e jashtëzakonshme, veçanërisht mes fëmijëve me origjinë të thjeshtë. Por as Genti dhe as familja Shkreli nuk e imagjinonin se ky do të ishte vetëm i pari nga shumë transformime që Sofia do të sillte në jetët e tyre. Vajza Gjeni sapo kishte filluar të tregonte se çfarë ishte në gjendje të bënte, dhe bota ishte gati të zbulonte se ndonjëherë gjenit më të mëdhenj vinë të mbështjellë në zemrat më bujare. Javën pasuese, Instituti Sofia Shkreli do të hapte dyert për grupin e parë të studentëve. Dhe Sofia, në moshën 8 vjeçare, do të ishte gati të merrte përgjegjësinë për të udhëhequr një brez të ri talentesh të rinj shqiptar, duke kujtuar gjithmonë se inteligjenca e vërtetë qëndron në përdorimin e dhuntive tona për ta bërë jetën e njerëzve të tjerë më të lumtur dhe plot shpresë.
5 vite kishin kaluar që nga ajo ditë që ndryshoi përgjithmonë jetën e familjes Shkreli dhe të Genti Aliu. Instituti Sofia Shkreli ishte bërë një referencë kombëtare në edukimin teknologjik gjithëpërfshirës, me kampuse në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Më shumë se 5.000 fëmijë dhe adoleshentë nga të gjitha shtresat shoqërore studionin falas në programet e zhvilluara nga institucioni. Sofia, tani 13 vjeçe, ishte rritur duke ruajtur të njëjtën ëmbëlsi dhe bujari që e kishin karakterizuar gjithmonë, por genialiteti i saj kishte evoluar në nivele që impresiononin ekspert nga i gjithë bota. Ajo fliste rrjedhshëm 6 gjuhë, kishte zhvilluar 3 sisteme revolucionare të inteligjencës artificiale dhe konsiderohej një nga autoritetet më të mëdha botërore në sigurinë kibernetike, pavarësisht moshës së saj. Atë mëngjes të hënë, Sofia mbërriti në Institutin Kryesor në Tiranë e shoqëruar nga Josifi, i cili ishte bërë koordinatori i sigurisë së institucionit, dhe Fiona, e cila tani drejtonte programin e mbështetjes psikologjike për familjet e studentëve. Lupusi i Fionës ishte nën kontroll fal trajtimeve më të fundit që Genti kishte financuar dhe ajo ishte rikthyer mësimdhënies, këtë herë duke ndihmuar fëmijët super të talentuar të përballonin presionin e aftësive të tyre të jashtëzakonshme. Sofia, i pe lajmet sot në mëngjes, pyeti Marina Deda, e cila ishte bërë drejtoresha administrative e institutit. I pash, Marina. Sulmi ndaj sistemeve spitalore të Evropës është vërtet shqetësues. Miliona pacient janë pa akses në dosjet e tyre mjekësore. Genti ju afrua grupit me një shprehje serioze. Sofia, sapo mora një telefonat nga Ministria e Shëndetësisë. Shqipëria mund të jetë objektivi i radhës. Hakerët përgjegjës për sulmin në Evropë kanë dërguar një komunikat ku thonë se do të rrëzojnë sistemet shëndetësore të gjitha vendeve të Ballkanit nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen. Sofia reflektoi për disa sekonda. Në moshën 13 vjeçare, ajo kishte mësuar se me talente të mëdha vinin përgjegjësi të mëdha, por edhe dilema të mëdha etike. Genti, cila është saktësisht kërkesa e tyre? Ata duan $100 miliard dhe lirimin e disa kriminalëve kibernetik që janë të burgosur në vende të ndryshme. Natyrisht, asnjë qeveri nuk do ta pranojë këtë. Fiona ju afrua së bijes me shqetësim. Sofia, nuk po mendon të përfshihesh në këtë, apo jo? Këta kriminal janë shumë më të rrezikshëm se ata që u përballën 5 vjet më parë. Sofia e shikoi të ëmën me dashuri. Mami, gjatë këtyre 5 viteve, instituti ka shpëtuar dhe transformuar jetën e mira fëmijëve. Tani ndoshta është koha të përdorim atë që kemi mësuar për të shpëtuar edhe miliona të rritur. Josifi i vuri dorën në shpatull së bijës. Sofia, e mban mend që kemi folur gjithmonë për rreziqet e ekspozimit të tepërt? Nëse përfshihesh në diçka kaq të madhe, do të tërheqësh vëmendje botërore. Dhe jo e gjithë kjo vëmendje do të jetë pozitive. Sofia tundi kokën duke kuptuar shqetësimin e të atit. Gjatë viteve të fundit, ajo kishte mbajtur me kujdes një profil të ulët, duke refuzuar intervista dhe paraqitje publike. Vetëm një rreth i ngushtë njerëzish njihte shtrirjen e vërtetë të aftësive të saj. Në atë moment, Izabela hyri në dhomë. Tani 20 vjeçe, ajo studionte psikologji në Universitetin e Tiranës dhe punonte si vullnetare në institut, duke ndihmuar fëmijët që kishin kaluar trauma të ngjashme me të sajën. Sofia, a mund të flas me ty një moment? Pyeti Izabela. Të dyja u drejtuan për në një cep më të qetë të dhomës. Sofia, e di që po mendon të ndihmosh me këtë krizën e spitaleve. Dhe e di gjithashtu se prindërit e tu janë të shqetësuar. Por dua të them diçka. Mund të flasësh, Iza. Dje, një nga fëmijët që unë ndjek këtu në institut më tregoi se gjyshja e saj është e shtruar në spital dhe mjekët nuk mund të kenë akses në historikun e saj mjekësor sepse sistemet janë jashtë funksionin. Vajza është e dëshpëruar sepse nuk e di nëse gjyshja do të marrë trajtimin e duhur. Sofia ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Gjatë viteve të punës në institut, ajo kishte mësuar se pas çdo problemi teknologjik gjithmonë kishte njerëz real që vuanin pasoja reale. Iza, a mendon se duhet të ndihmoj? Izabela i kapi duart Sofias. Unë mendoj se ti tashmë e di përgjigjen. Ti gjithmonë e ke ditur kur dikush ka nevojë për ndihmë. Pyetja është, a je e përgatitur për pasojat? Sofia shikoi nga dritarja e institutit duke vëzhguar fëmijët që luanin në obor gjatë pushimit. Shumë prej tyre vinin nga familje të thjeshta, siç kishte qenë e saja.
Të tjerë vinin nga familje të pasura, por të gjithë kishin një gjë të përbashkët, kishin gjetur në institut një vend ku mund të zhvillonin talentet e tyre në një mjedis të sigurt dhe të dashur. Iza, e mban mend atë ditë kur të shpëtuan? Sikur të ishte dje. Atë ditë, unë mësova se ndonjëherë duhet të rrezikojmë sigurinë tonë për të mbrojtur njerëzit që duam. Sot, këta njerëz përfshin miliona pacientë që varen nga sistemet spitalore për të jetuar. Izabela Buzqeshi. Atëherë ti tashmë e ke marrë vendimin. Sofia u kthye pranë familjes dhe Gentit. Unë do të ndihmoj, njoftoi ajo. Por këtë herë nuk do të punoj vetëm. Dua të mobilizoj të gjithë rrjetin e ish studentëve të institutit. Kemi më shumë se 1000 të rinj të shkëlqyer të shpërndarë nëpër botë që mund të kontribuojnë me talentet e tyre. Genti u shqetësua. Sofia, a je e sigurt? Një operacion i kësaj madhësie do të tërheqë vëmendjen ndërkombëtare. Jeta jote nuk do të jetë më kurrë e njëjtë. Genti, gjatë këtyre 5 viteve, ju më keni mbrojtur dhe më keni dhënë mundësinë të rritem në paqe. Por ka ardhur koha të përdor gjithçka që kam mësuar për të bërë një ndryshim në botë. Fiona ju afrua së bijës me sy të përlotur. Bija ime, nëse kjo është ajo që zemra jote të thotë të bësh, mami do të jetë pranë teje, pavarësisht se çfarë ndodh. Josifi e përqafoi Sofian. Edhe babi, gjeniu im i vogël. Në 48 orët e ardhshme, Sofia koordinoi operacionin më të madh bashkëpunues të sigurisë kibernetike në histori. Ish studentët e institutit Sofia Shkreli i punuan njëkohësisht nga 12 vende të ndryshme, duke krijuar një rrjet mbrojtjeje digjitale që jo vetëm bllokoi sulmet ndaj sistemeve spitalore, por gjithashtu gjurmoi dhe neutralizoi plotësisht organizatën kriminale përgjegjëse. Operacioni ishte aq efikas sa që tërhoqi vëmendjen e qeverive, universiteteve dhe organizatave ndërkombëtare. Për herë të parë, emri i Sofia Shkrelit u bë i njohur në mbar botën. Sofia, tha agenti 3 ditë pas përfundimit të krizës, ti shpëtove fjalë për fjalë miliona jetë. Sistemet spitalore të 43 vendeve po funksionojnë normalisht fal punës tënde. Nuk ishte vetëm puna ime, Genti. Ishte puna e të gjithë ne. E institutit, e familjes son, e vlerave tona. Në atë moment, Marina hyri në dhomë me një shprehje habie. Sofia, duhet ta shihni këtë. Ajo ndezi televizorin, ku një program lajmesh po transmetonte një reportazh special. E reja shqiptare Sofia Shkreli, vetëm 13 vjeçe, udhëhoqi operacionin ndërkombëtar që shpëtoi sistemet spitalore të 10 vendeve, thoshte prezantuesja. Bija e një kujdestari dhe një mësueseje, Sofia konsiderohet nga ekspertët si një nga gjenit më të mëdhenj në historinë e teknologjisë. Reportazhi tregonte pamje nga instituti, intervista me ish student dhe dëshmi të mjekëve spitalet e të cilëve ishin shpëtuar. Më mbreslënësja, vazhdonte reporterja, është se Sofia refuzoi çdo lloj shpërblimi financiar për shërbimet e ofruara, duke kërkuar vetëm që qeveritë përfituese të kontribuojnë në programe edukimi teknologjik në vendet në zhvillim. Sofia e fik televizorin dhe ju kthye familjes. Tani të gjithë do ta dinë se kush jam. Do të jetë më e vështirë të kem një jetë normale. Genti u ul në gjunjë para Sofias. Sofia, ndoshta është koha të heqësh dorë nga përpjekja për të pasur një jetë normale. Ndoshta është koha të pranosh se ke lindur për të bërë gjëra të jashtëzakonshme. Por unë nuk dua ta humbas familjen time. Nuk dua që njerëzit t'ju shohin vetëm si familja e gjeniu. Ju jeni shumë më tepër se kaq. Josifi Buzqeshi. Sofia, ti e bia jon para se të jesh një gjeni. Asgjë që ti bën në botë nuk do ta ndryshojë dashurinë që ne ndjejmë për ty apo krenarinë që kemi që jemi prindërit e tu. Në muajt që pasuan, jeta e familjes Shkreli ndryshoi në mënyrë drastike. Sofia mori ftesa për leksione në universitete prestigjioze botërore, oferta pune nga korporata të mëdha dhe propozime për bashkëpunim me institute kërkimore ndërkombëtare. Por vendimi më i rëndësishëm erdhi nga një burim i papritur. Sofia, tha agenti një mëngjes të shtunë, mora një telefonat nga OKB-ja. Ata duan të krijojnë një program botëror të edukimit teknologjik bazuar në modelin e institutit ton. Dhe duan që ti të jesh koordinatorja ndërkombëtare e projektit. Sofia i shikoi prindërit. Kjo do të thoshte të udhëtoja shumë, të njihja shumë vende të ndryshme. Fiona i kapi dorën së bijës. Dhe gjithashtu do të thoshte të ndihmoje miliona fëmijë në mbar botën të zbulonin dhe të zhvillonin talentet e tyre.
Bia ime, tha Josifi, kur ishe e vogël, gjithmonë ëndërronin që ti të mund të kishe mundësit më të mira në botë. Tani ti ke shansin tua ofrosh këto mundësi fëmijëve të tjerë. Sofia reflektoi për disa ditë para se të merrte vendimin e saj. Në fund, ishte një bisedë me një fëmijë të institutit që e ndihmoi të vendoste. Sofia, tha Pietri, një djalë 8 vjeçar që studionte programim në institut, mësuesja ime tha se ti mund të ndihmosh fëmijët në të gjithë botën të mësojnë për kompjuterët. A është e vërtetë? Mund të jetë, Pjetër. Por kjo do të thoshte se do të duhej të udhëtoja shumë dhe të qëndroja larg familjes sime ndonjëherë. Pietri mendoi për një moment. Sofia, e mban mend kur më mësove se kur kemi një talent, duhet ta përdorim për të ndihmuar të tjerët? Sofia buzëqeshi. E mbaj mend. Atëherë ti tashmë e di se çfarë duhet të bësh, apo jo? Atë natë, Sofia njoftoi vendimin e saj para familjes së mbledhur në dhomën e ndenjes së shtëpisë së tyre në Tiranën e Re, i njëjti apartament ku ishte rritur. Unë do ta pranoj ftesën e OKB-s, tha ajo. Por vetëm nëse ju bini dakord të vini me mua në këtë rrugëtim. Mami mund të koordinojë mbështetjen psikologjike ndërkombëtare të programit. Babi mund të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha kampuseve. Genti mund të jetë drejtori ekzekutiv botëror. Dhe Izabela mund të koordinojë mbështetjen për familjet. Genti u emocionua. Sofia, a je e sigurt se do të na përfshish në gjithë këtë? Genti, 5 vjet më parë ti më mësove se familja nuk ka të bëjë vetëm me gjakun, por me njerëzit që zgjedhim të kemi pranë. Ju jeni familja ime e zgjedhur dhe unë dua që ta bëjmë këtë rrugëtim së bashku. 3 muaj më vonë, familja Shkreli ishte në New York për lançimin zyrtar të programit botëror Sofia Shkreli për edukim teknologjik gjithëpërfshirës. Përfaqësues nga 190 vende ishin të pranishëm në ceremoni. Kur Sofia u ngjit në podium për të mbajtur fjalimin e saj, ajo nuk dukej më si vajza e ndrojtur që kishte hyrë në Teçalb 5 vjet më parë. Ajo ishte bërë një e re e sigurt, e artikuluar dhe thellësisht e përkushtuar ndaj vlerave të saj. Zonja dhe zotërinj, filloi Sofia, 5 vjet më parë, unë isha vetëm një vajzë kurioztare që i pëlqente të luante me kompjuter. Sot jam këtu jo sepse jam e veçantë, por sepse pata një familje që besoi tek unë dhe mentor që më mësuan se talentet tona kanë vlerë vetëm kur i përdorim për të shërbyer të tjerëve. Auditori mbeti në heshtje të plotë. Programi që po lançojmë sot nuk ka të bëjë me krijimin e gjenive. Ka të bëjë me t'i dhënë çdo fëmijë në botë mundësinë të zbulojë talentet e veta dhe t'i përdor ato për ta bërë botën një vend më të mirë. Sofia shikoi familjen në rreshtin e parë. Josifi kishte sytë të përlotur nga krenaria. Fiona buzëqeshte me zemrën që i gufonte nga dashuria. Genti tundi kokën inkurajueshëm. Izabela bëri një gjest që e bëri Sofian të buzëqeshte. Por dua të lë diçka shumë të qartë, vazhdoi Sofia. Asnjë teknologji, sado e avancuar të jetë, nuk do të zëvendësojë dashurinë, dëmshurinë dhe vlerat që mësojmë në shtëpi. E ardhmja e njerëzimit nuk qëndron vetëm në mendjet e shkëlqyera, por në zemrat bujare. Duartrokitjet që pasuan zgjatën gati 5 minuta. Pas ceremonisë, ndërsa familja festonte në një restorant pranë ndërtesës së OKB-s, Sofia mori një telefonat të papritur. Sofia? Këtu Eduard Marku. Po të telefonoj nga Tirana. Eduard. Si je? Si është Izabela? Të gjithë jemi mirë, Sofia. Në fakt, po të telefonoj për të dhënë një lajm. E mban mend kompaninë teknologjike që premtova të krijoj për të ndihmuar fëmijët në nevojë? E mbaj mend. E po, sapo mbyllëm një kontratë për të furnizuar me kompjuter dhe internet falas të gjitha shkollat publike në Shqipëri. Dhe e di si do të quhet kompania? Sofia buzëqeshi. Si? Teknologjia Sofia Shkreli. Për nder të vajzës që shpëtoi bien time dhe më mësoi vlerën e vërtetë të jetës. Kur Sofia e mbylli telefonin, ajo shikoi përreth tavolinës dhe pa familjen e saj, familjen e gjakut dhe familjen e zgjedhur, duke biseduar me gjallëri për planet për të ardhmen. Për çfarë po mendon, bia ime? Pyeti Fiona. Sofia buzëqeshi. Po mendoj se 5 vjet më parë, shqetësimi ynë më i madh ishte si të paguanim trajtimin e sëmundjes tënde. Sot, shqetësimi ynë më i madh është si t'i përdorim burimet tona për të ndihmuar sa më shumë njerëz të jetë e mundur. Josifi ngriti gotën e tij me pije freskuese.
Një dolli për bien time, e cila na mësoi se suksesi i vërtet nuk matet me atë që arrijmë për veten tonë, por me atë që bëjmë për të tjerët. Një dolli për Sofian, tha agenti, e cila e shndërroi një krizë biznesi në një revolucion arsimor botëror. Një dolli për familjen tonë, tha Fiona, e cila dëshmoi se dashuria dhe vlerat janë trashëgimia më e mirë që mund t'i lëm botës. Dhe një dolli, tha Sofia, duke ngritur gotën e saj, për të gjithë prindërit që besojnë në ëndrat e fëmijëve të tyre, edhe kur ato ëndra duken të pamundura. 2 vjet më vonë, programi botëror Sofia Shkreli kishte themeluar kampuse në të gjitha kontinentet, duke ofruar edukim teknologjik falas për më shumë se 100.000 fëmijë. Sofia, tani 15 vjeçe, vazhdonte të jetonte me familjen në Tiranë, duke studiuar në shtëpi në mëngjes dhe duke punuar në institut pasdite. Ajo kishte refuzuar oferta nga universitete prestigjioze, duke preferuar të vazhdonte të mësonte në mënyrë të pavarur ndërsa i përkushtoi projektit që ishte bërë misioni i jetës së saj. Një pasdite të premte, ndërsa ecte nëpër korridoret e institutit origjinal në Tiranë, Sofia ndaloi para një pllake që Genti kishte urdhëruar të instalohej në hyrje. Instituti Sofia Shkreli, ku talentet lulëzojnë dhe zemrat transformohen. Ende mendon se të shkon për shtat, pyeti një zë pas saj. Sofia u kthye dhe pa Gentin që po afrohej. Mendoj se na shkon të gjithëve, Genti. Familjes son, vlerave tona, ëndrave tona. Genti e shikoi të ren që i kishte shpëtuar kompaninë dhe pastaj i kishte revolucionarizuar jetën. Sofia ndonjëherë pyes veten ku do të ishim nëse Josifi nuk do të kishte pasur guximin të lindte të provoje të ndihmoje atë ditë. Sofia buzëqeshi. Genti, babai im gjithmonë thotë se nuk ishin kompjuterët që na ndryshuan jetën. Ishte dashuria. Dashuria e tij dhe e mamit për mua, dashuria jote për drejtësinë, dashuria e të gjithë ne për të tjerët. Në atë moment, Josifi ju afrua të dyve. Për çfarë po flisni? Po flasim se si arritëm deri këtu, u përgjigj Sofia. Josifi e shikoi të bien me krenari të pafund. Arritëm këtu sepse ti kur nuk harrove se para se të jesh një gjeni, ti je një njeri. Dhe njerëzit e vërtet i përdorin talentet e tyre për të kujdesur për njëri tjetrin. Sofia e përqafoi të atin. Babi, faleminderit që më mësove se inteligjenca pa mirësi është vetëm një uri e zbrazët. Dhe faleminderit ty, bia ime, që na mësove se me dashuri, guxim dhe punë, çdo familje mund ta ndryshojë botën. Ndërsa të tre ecnin së bashku nëpër korridoret e institutit, duke kaluar pranë dhomave ku qindra fëmijë zhvillonin talentet e tyre në një mjedis dashurie dhe sigurie, Sofia reflektoi mbi rrugëtimin e jashtëzakonshëm që familja e saj kishte përshkuar. Nga një apartament i vogël në Tiranën e Re në një program botëror që ndikonte në jetën e miliona njerëzve, ata kishin dëshmuar se mrekullit më të mëdha nuk ndodhin me magji, por përmes dashurisë së pakushtëzuar, punës së përkushtuar dhe besimit të palëkundur se çdo person ka potencialin për të bërë një ndryshim. Dhe Sofia Shkreli, vajza gjeni që shpëtoi një kompani dhe transformoi botën, vazhdonte të ishte thjesht bia e dashur e Josifit dhe Fionës, e cila kishte mësuar që e vogël se thesari i vërtet i jetës nuk qëndron në atë që dim, por në dashurinë që ndajmë. Atë natë, në të njëjtën tavolinë kuzhine ku Sofia kishte bërë zbulimin e saj të parë teknologjik në moshën 5 vjeçare, familja Shkreli darkoi së bashku, duke biseduar për planet e fundjavës, për fëmijët e institutit dhe për kënaqësitë e vogla të jetës së përditshme. Sepse në fund të fundit, pavarësisht se sa çmime do të fitonte Sofia apo sa jetë do të shpëtonte, gjëja më e rëndësishme në botë vazhdonte të ishte e njëjta darkë e thjeshtë, në të njëjtën tavolinë modeste, me të njëjtën familje të dashur që e kishte mësuar se genialiteti pa humanizëm është vetëm një aftësi e zbrazët, por humanizmi me dashuri mund të realizojë mrekulli të vërteta.